Shqipëria po përballet me një krizë mjedisore që po prek drejt për drejt cilësinë e jetës në qendrat kryesore urbane. Raporti më i fundit i monitorimit alternativ për vitin 2025 ka nxjerrë në dritë shifra rënditëse për ajrin, zhurmat dhe cilësinë e ujit në Tiranë, Durrës, Korçë, Shkodër, Elbasan dhe Fier. Sipas ekspertëve, ndërtimet e pafundme, trafiku i rënduar dhe zhdukja e vegjetacionit janë fajtorët kryesorë që i kanë kthyer qytetet tona në zona me rrezikshmëri të lartë për shëndetin. Në kryeqytet situata paraqitet kritike sa i përket dioksidit të azotit, ku rreth 67% e pikave të monitoruara të i kalojnë normat e lejuara deri në 4 herë. Zonat më të nxehta ku ajri është thuajse i papranueshëm përfshin rrugën e Elbasanit, Alidemin, zonën e Crystal Center dhe Materniteti i ri. Ende më shqetësues është niveli i dioksidit të karbonit, i cili rezulton mbi normë në 98.3% të pikave të matura, si pasojë e sistemeve urbane të ngarkuara dhe mungesës së hapësirave të gjelbra që shërbejnë si mushkëri për qytetin. As qytetet e tjera nuk mbeten pas. Në Elbasan 91% e pikave të i kalojnë standardet për azot, ndërsa në Fier pluhuri i imët mbetet një sfidë e hapur, duke prekur 73% e zonave të monitoruara. Durrësi gjithashtu vuan nga nivelet e larta të pluhurit, veçanërisht në zonën e Volgës dhe pranë portit, ndërsa në Korçë dhe Shkodër, grimcat e imta në ajër janë mbi standarde në më shumë se gjysmën e rasteve të analizuara. Përtej ajri, shqiptarët po bashkëtojnë me një vrasës të heshtur, ndotjen akustike. Në Tiranë dhe Shkodër rreth 88 deri në 89% e qytetit kalon kufirin prej 55 decibelësh gjatë ditës për shkak të trafikut. Por skandali vërtet vjen në Durrës, ku gjatë natës 92% e pikave të monitorimit e kalojnë normat e zhurmës, duke dëmtuar rënd cilësinë e gjumit dhe shëndetin mendor të banorëve. Raporti 2025-s ka dhënë alarmin edhe për pasuritë ujore, liçeni Bovillës, burimi kryesor i ujit të pishëm për Tiranën, ai Farkës dhe liçeni artificial rezultojnë me ndotje të lartë organike. Situata rëndohet në kanalet kulluese të Fier Divjakës dhe lumin e Tiranës, ku janë gjetur prani të metaleve të rënda dhe shkarkimeve urbane.